Shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet të orës 15. Kompania për furnizim e energji elektrike në Kosovë thotë se në mungesë të prodhimit vendor të energjisë elektrike dhe gjithësasia do të mbulohet nga importi. KEK ndërkohë ka njoftuar se nga 3 bloqet e termocentralit Kosova A, vetëm njëri është rikthyer në funksion. Deputetja LDK-s Hikmete Bajrami ka bërë thirrje prokurorisë të nisë hetimet për, siç ka thënë, për mafin energjetike, duke ofruar shënimet se Kosova që nga e enjtja ka importuar gjysmën e energjisë që e shpenzon. 2 bloqet e termocentralit Kosova A janë jashtë funksionit aktualisht me blokun A4 që ndodhet në remont prej muajit maj. Bloku A3 që u shkyq gjatë ditës së enjte është rikthyer në punë, thot KEK, pasi u ndalua në mënyrë të paplanifikuar. Aktualisht, njësia A3 është në operim të rregullt dhe gjendja e saj është stabile. Por gjendja me energjinë elektrike në Kosovë është vështirësuar dhe kompania për furnizimin me energji elektrike KESCO ka njoftuar për një mungesë të theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike që pritet të ndodhë të shtunën dhe në ditët në vijim. KESCO thotë se gjithësasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do duhet të mbulohet përmes importit. Pavarësisht sfidave të mëdha logjistike dhe kostos së lartë të energjisë në tregjet ndërkombëtare, KESCO është duke ndërmarrë të gjitha përpjekjet për të siguruar furnizimin e nevojshëm dhe për të garantuar qëndrueshmërinë në sistem. Megjithatë, importimi i një sasie kaq të madhe paraqet vështirësi të konsiderueshme si nga aspekti teknik, ashtu edhe ai financiar. KESCO ka bërë thirrje për kursem të menjëhershëm të energjisë elektrike, duke vlerësuar se kjo do të ndihmonte në, siç thotë, ruajtjen e stabilitetit të furnizimit dhe në zvogëlimin e kostos të përgjithshme, që në të kundërtën do të rëndonte mbi të gjithë. Vështirësitë me energjinë elektrike dhe paralajmërimet për shpenzime të mëdha kanë ngritur shqetësimet për keq menaxhim dhe shpërdorime. Deputetja e LDK-s Hikmete Bajrami ka publikuar shifra shqetësuese të importit të rrymës që prej ditës së enjte, që sipas saj janë sa 2 fishi i prodhimit aktual vendor. Bajrami ka ngritur shqetësim se sipas saj kështu lulëzon mafia energjetike, duke e bërë me dije se, siç thotë, tregtarët e energjisë, ku ka përfshirë kompaninë NOA dhe EFT të Vuk Hamovicit, janë përfituesit më të mëdhenj nga kjo gjendje. Këto janë para tona që paguhen çdo ditë për paaftësinë ose korrupsionin në Ministrinë e Ekonomisë, KEK, ZRE dhe KOST. Njerëz të vendosur në këto institucione nga vetkurti apo lëvizja vetëvendosje, me ose pa vetdije po punojnë në interesin e mafisë energjetike dhe zbrazjes së xhepave të qytetarëve. Prokuroria duhet të fillojë menjëherë hetimet për mafinë energjetike. Problemet me rrymën vinë në një kohë kur zyra e rregullatorit ka vendosur ta liberalizojë tregun e energjisë, duke nxitur protestat e mbi 1300 ndërmarrjeve dhe prodhuesve të Kosovës që u ankuan për çmime të larta dhe pamundësi të vazhdimit të punës. Pak muaj më parë, po kjo zyrë vendosi të rrisë çmimin e energjisë për 16.1% për të gjithë konsumatorët, duke nxitur një zinxhir të rritjes së çmimeve në tregun e Kosovës. Kosova ka 2 termocentrale të saj që datojnë nga mesi i shekullit kaluar dhe me ardhje në qeveri të kryeministrit Kurti anuloi një kontratë për ndërtimin e një termocentrali të ri me një kompani amerikane. Qeveria nuk e mori parasysh as lidhjen me tubacionin e gazit me Selanikun, një projekt po ashtu amerikan. Çmimet e produkteve të ndryshme ushqimore kanë posuar ngritje së fundmi në Kosovë. Qytetarët ankohen se në tregun e gjelbërt në kryeqytet, çmimet e perimeve dhe pemëve janë ngritur dukshëm. Edhe sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, një muaj para se rryma të shtrejtohet, konkretisht në muajin prill 2025, çmimet e konsumit u rritën në një mesatare rreth 3%, duke rënduar kështu buxhetin familjar, veçanërisht për konsumatorët. Çmimi i rrymës nga muaji i maj është rritur 16.1%. Perimet që ta shën liruar, po tira çmime po hypin këta si mastekeve të veta. Pse se intiut ajon. U hyp shruja 15%, çmimet i fluturiksin 20, 30, 50%. Çu ndikon, gjithkund në të ndikuar. Çmimet i kia katastrofë kia. Sa të duhesh këtu kush si kontrollo? Kush si kontrollo këtu? Sa duhen ta rritin çmimet, sa duhen si mastekeve të veta. As ko inspekcion, as ko kur gjës del ku me i kontrolu kur. Shkoni në për restorant akcioni. A keni po?
I kanë hypë një shish ujë, që një qësë shish ujë të ka bo 1 euro, gjysë 2 euro, e merë 10 cent, 15 cent. Su vjetur për i bëcmi që janë të bon këta. Këta me jo veç me të çmime, me tonat zezat janë të bon, e kanë bon Prishtinën, Kosovën me tonat. Këqyni me ndërtime, këqyni me kerre, këqyni me trotuare, që i kanë fshirë, këqyni a me qanë, a me tonat zezat të bon Prishtina. Tonat zezat të janë bon. Kush s'del me punu, kush këta matrapast, kjo Kosova bon pljoçk e partive politike e grupe mafioze. Pljoçku bon kjo, qashtu, ka që çmime të i rritë. Aty ka zanal, rojë po që s'pe kemi pore, e që t'ka liqë, aty me zë ketë. A? Zada ugë. Market, ma lirë po thu. Po. Ja ka njëzve që rritjet pak, që penzioni, që gjithë kanë po badjava, s'pa marim veç ta, kanë probleme tjera. Prej pazarit po vinë taze, market po shumë 3-4 ditë vonë. A kështu ma mirë këtu, edhe po zgjedhë çfarë dush. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare po vazhdojnë të jenë temë diskutime në skenën politike dhe analitike. Në LDK shprehen të gatshëm për zgjedhjet e parakohshme, ndonse jo zgjidhja më e duhur. Deputeti i LDK-s Alban Zogaj tha për Radio Televizionin 21 se në rast se shkohet në zgjedhjet e parakohshme, LDK-ja do të shënojë rezultat edhe më të mirë se sa në zgjedhjet e nëntshkurtit. Sipas sondazhit, LDK-ja do t'i merrte 16.8% të votave, më pak se sa në zgjedhjet e nëntshkurtit. Por sipas deputetit të LDK-s Alban Zogaj, ky rezultat nuk është real. Pavarësisht se jemi kundër zgjedhjeve të shpejta, sepse konsiderojmë që janë të dëmshme për vendin, përgjithësi, për ekonominë dhe zgjedhjet i kemi kry 3 muaj përpara, ne gjithmonë jemi të gatshëm për zgjedhje. Në fakt ne edhe jemi duke u përgatitur për zgjedhjet lokale të tetorit, por jemi të gatshëm gjithmonë edhe për zgjedhjet e përgjithshme të vendit. Por konsiderojmë që modeli që ne kemi propozuar, e që është qeveria gjithëpërfshirëse e unitetit deri në zgjedhjet e vitit 2026, pra në pranverë, kur vije edhe koha e zgjedhjes së presidentit, është alternativa më e mirë për momentin. Po shihet qartë se ne kemi rritje të vazhdueshme, disponimi rreth LDK-s është pozitiv, në vazhdimsi jemi duke u rritur, këtë e tregojnë krejt sondazhet që ne marrim. Pra trendi ynë i rritjes është pozitiv dhe jemi shumë të lumtur me këtë gjë. Një sondazh që është publikuar mbrëm thuhet që nëse zgjedhjet do të mbaheshin në qershor këtë diel, LDK-ja do të marrë 16.8%. E pam sondazhin, nuk do ta kisha komentuar shumë. Aty nuk janë të përfshime as votat e diasporës, as disponimi në përgjithësi, andaj edhe me gjas kanë dalë ato rezultate, të cilat nuk duket të jenë shumë reale. Do të kemi rezultat më të mirë se sa që kemi pas në shkurtin e këtij viti. Kryetari i AHK-s Ramush Haradinaj ka thënë se kriza politike për formimin e institucioneve është si pasojë e çastjes së kryetarit të lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti. Sipas tij, kjo që po ndodh me vendin shkakton pasoja të rënda. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, Haradinaj tha se nuk do të lejojnë që Kurti dhe bashkëpartiakët e tij të bëjnë hajgare me vendin. Kryetari i AHK-s Haradinaj nuk ka përjashtuar edhe aksione simbolike ndaj Kurtit. Me Haradinaj në bisedoj Burim Zariqi. Thëndajte, unë nuk jemi befashu. Unë i kam prit gjithat këshijat për i ti, se e dini që e kam dhonë lërësimin tim, po kjo që i pëndodhë është të pru, pra ka shkon shumë gjatë. Ne nuk është mirë në pak kufi me leju këtë njeri, me mbajtë Kosovën kështu. Pra do të shqytojmë gjitha mundësit, si me detyru e mashtrusin, qaj prej përgjithësis, ose prej vetdijes, ose ndërdijes ti, nuk bën diçka të mirë, po si me afru punën ti njeriu që me vepru na do të shqytojmë këtë mundësit. Po, cilat mund t'jenë mundësit që do t'i shqyrtonit? Ne është mirë me fillu me janë gjijetën ti njeriu, pastër. Me fillu me janë gjijetën, një abot pa mujshme, mbajtjen peng të Kosovës mënyrën si po e mbanë. Qaj me shku në qeveri, një ilegale, pra sa i ka dhonë betimin në parlament. Ma në parlament me bëhe gare, me në mlirë çdo 2 ditë. Na do të me fillu me ja këthyti që është i njeri, mi thonë os mund është në pakofi me bëhe gare me këtë vend. Ato së mirë me lojnë dhe dalë në rrugë. Do të mja këthy votë që na i gjujke, do të mja këthy gazin që na gjujke, do të mja këthy gjitha, mi thonë zotni s'mu e ma në peng vendin. Se nuk është ky vend jetim.
O kry detyrat në bazë të kushtetutës, mos ja hup kohën mos na thirrë çdo 2 ditë. O ik në çdo rrugë, ose ndryshe ta bëjmë qarën, se s'lojmë kështu, se nuk është Kosova jetime, mos harroni. Jemi në një moment. Siçoni botin ka ndodhur shumë zhvillime, të shpejta e jo të lehta. Nuk mund mi duru pa kofi këtë fëmijës kështu, mos sjell me Kosovë. Me kujtu këtë që tona duhet me arë këtu, se këti ju ka tek ashtu. Kemi thirrjet e ndërkombëtarëve, zotëja Haradinaj, që të formohen institucione sa më parë. Ata e quajnë depresive këtë situatë në Kosovë që po ndodh për konstituimin e kuvendit. Sa po humbim karshia aleatëve, e kemi një deklaratë të zotit Trump i cili jep sinjale të qartë se do të merret me Kosovën, problemet e Kosovës me Serbinë. Ndërkohë ne s'kemi institucione të konsolidume. Nuk është punu fare në siguri. Nuk është punu, nuk jam njeri që du me fol keq për vendin tim. Nuk kem shfrytzu 5 vjet. E kësaj qeveria as për me shtu municione të pakten, me ble municion në rezervë. Ajo niveli armatimi që po e ekspozojmë na në defender është elementar, është bazik, është i vogël. Nuk e ble sistemet, as e mbrojtjes kundër ajrore, as sistemet tjera, as sistemet sulmuese. Nuk e në avancu proceset e sigurisë, nuk e në kryu strehimore, dihet që 5 vjet o ka fole, që 3 vjet nëse se ke ditë për para, që 3 vjet ka fillu lufta në Ukrainë. E ke pa që ka përbojnë këtë vend e vodës, ke mujtë me bo strehimore, shpatën pare, me ble raketa, ose nuk na i dhanë raketa, ose na vonë unë, ose nuk na i besun. Kush na ka ndalë me bo strehimore? Strehimore duhet me i bo edhe për njerëz, por edhe për gjëra materiale. Për shembull, në rastin ndonjë rreziku, ata që pështojnë, nuk mujnë me i hongër ato që janë mi tokë. Kur gjë që janë mi tokë është e pafërdashme, edhe ujë i pafërdashme, edhe ushqimet, edhe ilaqet. Duhet me bo objektet posaçme ku ruhen 6 muaj ose 1 vjet, qoftë ushqime, qoftë medikamente, qoftë ujë pa kontaminum, që dikun larg mundet me ndodhë një e keqe, ju dini Çernobilin, atje ka ndodhur si kanë hongër perimet për disa vjet gjysma e Evropës. Në gjithë këtë situatë, lutem shqyqon, në gjithë këtë situatë, sjellja e këtij njeriu ka shkon gjithmonë do të ishte ndryshe sikur na ishim në një situatë normale si Slovenia, dikura, të tjerë, ama me këto zhvillime që i ka bota, lasërimi i këtij nuk do të më leju pa kufi. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Halil Thaçi është kundërpërgjigjur akuzave të kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj për shkaktim të krizës politike për shkak të mos formimit të institucioneve të reja. Sipas deputetit Thaçi, në një intervistë për Radio Televizionin 21, partitë e ish opozitës, përfshirë edhe AK-n, janë shkaktarët e blokadës duke mos votuar kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për krye parlamentar. Vetë deklarata e zotit Abdixhiku e tregoi shumë qartë se në çfarë presioni e trysnie janë deputetët e opozitës në përgjithësi. Ai tha që ne edhe nëse gjykata kushtetuese vendos që të votohet me votim të fshehtë, ne do t'ua tregojmë kamerave se si po votojmë. Pra, ky është një lloj shantazhi që po ju bëhet deputetëve të opozitës dhe e them shumë qartë, mos qofshan në lkurën e atyre deputetëve që shantazhohen prej liderit të tyre. Derun kem disa paralajmërime të zotit Haradinaj, i cili në një intervistë për televizionin ton paralajmëron kundrejt të zotit Kurtit që nëse vazhdon sipas tij ta bllokojë konstituimin e kuvendit, do të ndërmarrë edhe masa të tjera që paralajmëron edhe pasoja. Në fakt edhe qytetarët e dinë se kush është bllokuesi i vërtetë i konstituimit të kuvendit. Bllokuesi i vërtetë janë ata që nuk po votojnë. Pra, opozita e vetë zoti Haradinaj me subjektin e tij politik. Ai është hera e 35 nesër që mblidhemi në kuvend dhe opozita së bashku që bën pjesë edhe subjekti i zotit Haradinaj në opozitën nuk po e votojnë konstituimin e kuvendit, nuk po e votojnë as edhe në komisionin për votim të fshehtë brenda kuvendit. Prandaj unë i konsideroj që opozita është duke u përgatitur e duke bërë presion që një ditë të mundshme, një ditë që ta formoj
apo të bëj koalicion me listën serbe. Pra ta arsyetoj koalicionin me listën serbe duke bërë një presion të tillë. Nuk është gati një bashkëpunim i vetëvendosjes me ndonjë subjekt politik dhe rrjedhimisht kemi një situatë të njëjtë edhe nesër? Ne i kemi ofruar një ofertë serioze për bashkëqeverisje lidhjes demokratike të Kosovës, e kanë refuzuar në tërësi, nuk duan bashkëpunim. Dhe jemi këtu ku jemi. Ne si lëvizje vetëvendosje kemi qenë transparent dhe mendojmë që mundemi ta fuzionojmë programin tonë qeverisës me lidhjen demokratike të Kosovës. Ata nuk duan dhe duan blokadë. Pra duan të vazhdoj kjo blokadë përderisa ta shohin si të pavarshme apo mundësinë e koalicionit me listën serbe, bloku opozitar me listën serbe dhe të arsyetohen para qytetarëve sepse ky blok opozitar gjithmonë ka qenë në koalicion me listën serbe. Kuvendi komunal i Stogut me rastin e 26 vjetorit të shtlirimit të kësaj komune nga okupatori serb ka mbajtur seancë solemne. Në këtë seancë u tha se shlirimi i kësaj komune ishte triumfi i popullit për liri dhe dinjitet. Kryetari i komunës së Stogut, Ilir Ferati, teksa uroi gjithë qytetarët e kësaj komune, tha se 20 qershori i vitit 1999 mbetët pikë me peshë shekullore për lirinë e vendit. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Stogut, Enver Rogova, tha se 20 qershori i vitit 99 shënon fundin e një periudhe të errët dhe të dhimbshme për popullin tonë. Jetët pikë referimi e lirisë për pikë me peshë shekullore e sakrificës. Ne tash kemi vizion qartë sepse kemi motiv. Në pjedestalin më të lartë të Kanarisë qëndrojnë dëshmorët e rënë për liri, kuptuam sa ditë fitoj shpresa mbi frikën e qëndresa e popullit tonë të lehtë. Dhe Stogu i lirë kishte nevojë mandej për angazhim dhe për zhvillim e për ta sjellur ditën ku jemi sot. Liria nuk është mungesë e luftës. Liria është drejtësi, liria është barazi, liria është arsim. Është mundësi dhe është thirrje për dhomë më shumë. Të mos e privojmë vetëm nga ajo çka e fituam me plot mund. Sepse sot për atyre që luftuan me dhe pa uniform, për atyre që ranë ndër shtëpisë e në frontin ushtarak, për gjallëve të cilët nuk u dorëzuan kurrë, si një nga ju e këtu para jush, ju uroj ditën e shtlirimit të Stogut. Ky është një moment reflektimi, mirënjohje dhe angazhimi të përbashkët për të ruajtur dhe zhvilluar trashëgiminë e lavdishme që na është lënë nga ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë tonë. 20 qershori i vitit 1999 shënon fundin e një periudhe të errët dhe të dhimbshme për popullin tonë. Pas shumë vitesh vuajtjesh, persekutimesh dhe luftimesh, Stogu u çlirua. Ky çlirim nuk ishte vetëm një ngjarje ushtarake, por një triumf i vullnetit të popullit për liri, dinjitet dhe drejtësi. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit bën të ditur se nesër duke filluar nga ora 10 do të mbahet provimi i maturës shtetërore. Në një njoftim të lëshuar thuhet se provimit do t'i nënshtrohen 18.800 maturant, kurse rezultatet do të bëhen publike më së largu deri më 30 qershor. Kjo ministri ndër të tjera ka treguar se ka angazhuar gjithashtu trupa lëvizëse dhe ekspertë IT-s për të monitoruar nga afër dhe nga distanca mbarvajtjen e procesit. Çdo përpjekje për të dëmtuar apo shkelur rregullat e përcaktuara do trajtohet me masa të menjëhershme ligjore, thuhet në njoftim. Naim Murseli, i akuzuar i për vrasjen e bashkëshortës së tij Liridona Demajt, është shtuar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe do të qëndrojë aty edhe për javë të tjera. Kështu ka për të ditur drejtori i Institutit të Psikiatrisë Forenzike Shpend Haxhi Beqiri, i cili tregoi se Murseli sot është dërguar në klinikën e neurologjisë për kryerjen e ekzaminimeve. Ndishëm, është me vendim gjykatës, na vetë punojna me letra gjykatës, kryet raporte me një vesh krejt. Jo, more, a i shishtrum. Qësa? Së vonë taj, do të marë, nuk kam e rëndësisi, a i kam e konë një shtrum edhe javë të tjera dhe të këshyt deri sa të përfundojmë.
krejt se t'ja bojmë tënat analizët, tënat specifikacionet edhe që kash. Po, për ekzaminime sipas procedurave që i kemi shkencore. Kur që tjetër. Mbi 1000 fëmijë të shkollave fillore të Prishtinës kanë realizuar sot vrapimin olimpik dhe kanë praktikuar disiplina të ndryshme sportive në kuadër të ditës olimpike. Në hapje të ditës olimpike, presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, theksoi se lëvizja është shumë e rëndësishme për fëmijët pasi i bën ata më të shëndetshëm. Kryetari i Federatës Atletikës Kosovës, Halil Sulejmani, deklaroi se përmes këtyre aktiviteteve Kosova po i tregon botës që ka prioritet marrjen me sport. Franco Foda do të vazhdojë të jetë përzgjedhësi i kombëtarës së Kosovës në futboll. Austriaku Foda i ka dhënë fund dilemave për një kalim të mundshëm në futbollin e Arabisë Saudite, duke konfirmuar se do t'i prikë Kosovës në kualifikimet e botrorit 2026. Kohët e fundit është përfolur shumë për një kalim të mundshëm të Franco Fodës në futbollin e Arabisë Saudite për shumë milionëshe. Lajmi që Foda do ta merr drejtimin e skuadrës nga Abu Dhabi kategoria 2 Al Wahda ka bërë xhirën në mediat arabe, austriake dhe ato kosovare. Për arabet kjo ishte punë e kryer dhe se kontrata ishte gati vetëm të nënshkruhej. Me që rast, ka reaguar shpejt presidenti Federatës Futbollit Kosovës Agim Ademi, i cili ka potencuar se Foda me ne ka obligime kontraktuale. Për këtë qëllim janë takuar në Austri Foda dhe Ademi për ta rikonfirmuar se austriaku Franco Foda vazhdon të mbetet përzgjedhësi ynë. Së fundit mediat austriake janë pushtuar me tituj si Franco Foda injoron njoshjen nga shkretë të tjera. Foda ka refuzuar një ofertë fitimprurse nga Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe Foda ka konfirmuar qëndrimin e tij te Kosova. Për t'i dhënë fund kësaj dilemes, mediumi austriak Kron ka cituar Fodën, i cili ka bërë të ditur se udhimi me Kosovën nuk ka mbaruar ende dhe se me ekipin duan të arrijnë diçka. Kosova në shtator fillon kualifikimet për botrorin 2026. Ndeshjen e parë kemi me 5 shtator në bazen me Zvicrën, me 8 shtatore presim Suedi në Prishtinë. Në grupin B pos Kosovës janë edhe Zvicra, Suedia dhe Slovenia. Kosova në drejtimin e Fodës ka shënuar 9 fitore ndërsa ka psuar 4 humbje. Një humbje kemi me rezultat zyrtar ndaj Rumanisë. Kosova edicion në ardhshëm do të paraqitet për herën e parë në Ligën B të Ligës së Kombeve. Kombëtarejon përgjatë këtij muaji në kuadër të përgatitjeve për eliminatorët botrorit 2026 në Prishtinë ka zhvilluar 2 ndeshje miqësore ndërkombëtare, duke e mundur Armeninë 5-2 dhe Ishujt Komore 4-2. Franco Foda mori drejtimin e Kosovës në shkurt të vitit 2024 dhe ka kontratë me ne deri në verën e vitit të ardhshëm. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.